Përshëndetje të nderuar shikues, po takom në edicionin informativ të orës 15. Asgjë nuk ka ndryshuar në Kuvendin e Kosovës, as në tentimin e 12 për të finalizuar seancën konstituive nuk u arrit rezultat. Deputetët u mblodhen për të shpërndarë vetëm disa minuta pasi nisi seanca. Nuk pati vota të mjaftueshme që të kaloj komisionin për votim të fshehtë, rrjedhimisht seanca u ndërprej e vazhdimi i saj u caktua pas 48 orësh. Kemi 56 deputet që kanë dhënë votën për, një është kundër dhe asnjë abstenim. Seanca ndërpritet, shihemi me 9 maj në orën 10. Në deklarimet pas dështimit, palët fajsua njëra tjetrën, vetëvendosja i qëndron emrit të njëjtë për të propozuarën si krye parlamentare, kurse partitë tjera nuk duan ta votojnë ata. Po vazhdon abuzimi i të drejtës kushtetuese e cila i takon partisë së parë për ta propozuar një kandidat dhe në mungesë shumicës parlamentare për ta zgjedhur atë kandidat apo atë kandidate, lëvizja vetëvendose e ka marrur shtetin peng dhe po i mban konstruimin e institucioneve peng. Ky është një degradim për cilin asnjë se kemi paramenduar që mund ndodhë ndonjëherë. Kur nuk ke numrat, si rasti i lëvizjes vetëvendosje, nuk mund të diktosh të tjerëve mënyrën për zhbllokimin e institucioneve të Republikës së Kosovës. Ju e dini, Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur vullnetin politik dhe të tanime ka në tavolinë një propozim të qartë për një qeveri gjithëpërfshirëse të tranzicionit. Konstituimi i kuvendit është detyrë e të gjithë deputetëve të kuvendit Kosovës dhe ata duhet të votojnë për, kundër ose abstenojnë në mënyrë të hapur apo në mënyrë të fshehtë. Pra ky është citati që e ka thënë vetë gjykata kushtetuese. Instituti i Kosovës për drejtësi përmes një letre zyrtare i është drejtuar deputetëve të Kuvendit të Kosovës duke kërkuar që sa më parë ta konstituojnë legjislaturën e 9 dhe pas konstituimit të ndërmarrin veprimet e nevojshme dhe urgjente për inicimin e nismës legjislative për plotësim ndryshimin e ligjit për pagat në sektorin publik në përputhje me kërkesat kushtetuese dhe të drejtat e zyrtarëve publik. Përmes letrës, IKD thekson se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese uljen e shtesës së përvojës nga 0.5 në 0.25% e ka cilësuar në kundërshtim me Kushtetutën dhe Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut. Por, IKD thotë se Kuvendi nuk e zbaktoi këtë aktgjykim duke cënuar të drejtat e zyrtarëve publik. Reagimi i shpejtë i Kuvendit në këtë drejtim nuk është vetëm përmbushje një obligimi kushtetues, por njëkohësisht një akt i domosdoshëm për të ruajtur të drejtat sociale të punonjësve në sektorin publik. Përmes kësaj nisme, ju keni rastin të tregoni për kushtimin, për shtetin e së drejtës dhe për ruajtjen e një administrate publike të qëndrueshme, të motivuar dhe të mbështetur në parime të qarta të barazisë dhe drejtësisë sociale, thuhet në kërkesën e IKD-s. Ndërkohë në këtë takim që patën politikanët në Kuvend nuk kaluan pa u pyetur edhe për qëndrimin partijak mbi propozimin e djeshëm të LDK-s për themelimin e një qeverie tranzicionale. I ndjekim qëndrimet e përfaqësuesve të partive politike, të cilat pothuajse në tërësi janë në kundërshtim me këtë ide. Lidhja Demokratike gjithmonë duke u friguar me marrë vendime, ka lënë Kosovën bukur shumë mbrapa. As nuk shtyhet, as nuk ngrehet, thot populli. Dhe thjesht, ata as nuk po guxojnë mu bo me Albin Kurtin, as nuk po guxojnë mu bo me neve. Duhet me kanë një lider që tregon pjekurie dhe të pozicionohet një herë mirë qartë. Nuk ban PDK-ja, nuk ban vetëvendosja, jo tash hajde se po bojnë atë tana bashkë. Domethënë kjo është thjesht me bo hajgare me votën e qytetarëve të Republikës Kosovës. Unë mirëpresh mundësinë e konsultave, cila formullë, cili opcion tani qëndrimet ndryshojnë. Ju e dini, unë angazhohem për qeveritë opozitës. Edhe vazhdoj me mbet në këtë qëndrim, pra për qeverinë e opozitës, ndërsa jam i hapur për konsulta në këtë rast me Lidhjen Demokratike, me PDK-n, me partitë parlamentare të opozitës. Përles, që në ditët e jem, i kemi e më dhjetë çka nuk kupton kjo,
Ka shumë pyetje që duhet rrethësisht propozimi për të pasur një qendrim, ashtu siç duhet politik. Dhe sot, në mungesë e këtyre informacioneve, unë në prezditë në vjem që të marrim informata të shëndetësisë. Është e papranueshme që të injorohet vullneti i qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ne nuk është që kemi pasur zgjedhje para 2-3 viteve. Ne zgjedhjet i kemi pasur në Republikën e Kosovës para 3 muajve. Prandaj ka një tendencë të hapur që ky vullnet i popullit të injorohet. Partia Demokratike e Kosovës në këto momente po diskuton për thirrjen që dje e bëri Lumir Abdi Gjiku si përgjigje ndaj ftesës së Kurtit për koalicion me ta. Nga PDK thanë se e kanë mbledhjen e rregullt të kryesisë ku do të zëvend edhe kjo temë. E për më shumë, lidhemi tani me gazetarin ton Genc Godanci, i cili ndodhet tani më tek selia e kësaj partie. Genci, përshëndetje, a ka nisur mbledhja e kryesisë së PDK-s dhe a pati ndonjë deklarim nga zyrtarët e saj? Po, përshëndetje Aurora për ju dhe gjithë shikuesit e televizionit të shtatë, atëherë ne po paraqitemi këtu nga salla e konferencave të Partisë Demokratike të Kosovës, ku pak metra më tej në një dhomë tjetër pra ka filluar të mblidhen edhe veçvënësit. Në fakt, kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës, një mbledhje e rregullt kjo sipas zyrtarëve të këtij subjekti politik, një mbledhje që mbahet çdo të mërkurë në orën 15 nga kryesia e këtij subjekti politik. Sidoqoftë, kësaj radhe është pak më interesant për shkak se do të diskutohet, siç e thatë edhe ju, edhe propozimi që e pati lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotëriu Lumir Abdi Gjiku, për një qeveri të tranzicionit ku marrin pjesë të gjitha partitë shqiptare, si dhe ato të komunitetit jo shumicë, deri në zgjedhjen e një presidenti të ri, për të kaluar këtë blokadë që po ndodhet në Kuvendin e Kosovës, siç e pam sot ishte 12-ta tentativë, e cila dështoi për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Në fakt, deri më tani ende nuk ka filluar mbledhja kryesisë së këtij subjekti politik, deputeti i vetëm, të cilën e pani teksa hynte në dhomën ku pritet të mbahet mbledhja kryesisë, është deputeti i ri zgjedhur në këtë legjislaturë të nëntë, zotëri Preparim Gruda, i cili nuk u deklarua për media. Deklarim për media, sipas zyrtarëve të këtij subjekti politik, nuk pritet që të ketë as pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, mirë po këta thanë se do ta lëshojnë një komunikat për shtyp ku do ta sqarojnë përfundimisht pozicionin e tyre lidhur me propozimin që e pati lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotëri Lumir Abdi Gjiku. Sidoqoftë, siç e pat edhe ju në një deklarim të mëhershëm, zonja Akademike të Mosliut, deputetja kishte deklaruar kundër qëndrimit i saj personal të paktën e propozimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, pasi që sipas saj, këta nuk janë as me PDK-n, as me VV-n për vetëm po bëjnë propozime sa për të bërë propozime, jo për të kaluar një mend ndërqim politik. Sidoqoftë, ne Aurora do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu dhe do t'ju informojmë për çdo të re që vjen nga Partia Demokratike e Kosovës. Informacione ishim drejt për drejt me gazetarin ton Genc Godanci nga selia e Partisë Demokratike të Kosovës. Mbledhje mbajti edhe qeveria në detyrë e Kosovës, e cila ka njoftuar se ka zhvilluar mbledhje elektronike. Në të, sipas lajmërimit nga qeveria, është shqyrtuar dhe miratuar vendimi për aprovimin e kërkesës së Ministrisë së Mbrojtjes për dërgimin e kontingjentit të FSK-s në operacion humanitar në Republikën e Shqipërisë. Nga vendimi i kësaj mbledhje të 259 të qeverisë, mjetet financiare për dërgimin e kontingjentit të FSK-s në operacion humanitar sigurohen nga buxheti i Republikës së Kosovës. Ministria e Mbrojtjes, mbi bazën e objektivave dhe planifikimeve strategjike për zgjerimin e kapaciteteve dhe vënies në detyrë të këtyre kapaciteteve, është e përgatitur të mbështesë Shqipërinë me një kontingjent për nevojë humanitare, përkatësisht operacionin humanitar kërkim shpëtim në vendin e quajtur Qafën e Burrelit, Bashkia Klos. Kjo mbështetje është në kuadër të partneritetit strategjik me shtetet mike, në veçanti me Shqipërinë, me këtë rast për mbështetje të autoriteteve të shtetit shqiptar, thuhet në njoftim. Pos kësaj mbledhje, kryeministri në detyrë bëri omazhe të varri herojit Baheri Fezliu me rastin e 27 vjetorit të rënjes së tij. Kurti u shprehi lavdi dëshmorëve, por nuk e foli asnjë fjalë për politikë si zakonisht kur u pyetën nga gazetarët. Aksionet e betejat në cilat mori pjesë, padyshim që e bëjnë atë një shembull të gjallë jo vetëm për brezin ton,
por edhe për gjeneratat që do të vinë, se si duhet atë dheu, si punohet për shlirim, si luftohet për bashkim. Lavdi Barifazliut, Gëzimit dhe gjithë dëshmorëve të kombit shqiptar. Kryeministër, si e keni po propozimin e Lumir Abdixhikut për qeveri tranzicionit? Një incident është raportuar të mërkurën paradite në fshatin Strels të komunës së Deçanit, ku pas një përleshje mes dy personave në një lokal, njëri prej tyre ka goditur tjetri me veturë dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Zëdhënësi i policisë rajonale të PS Fadil Gashi ka thënë se dy persona janë përleshur dhe më pas njëri prej tyre e ka goditur me veturë tjetrin. Ai tha se në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë të policore. Stacioni policor në Deçan është njoftuar për një aksident në fshatin Strels. Kur kanë arritur në vendin e ngjarjes, kanë kuptuar se ka të bëjë me një përleshje mes dy personave në një lokal, pastaj kanë dalë jashtë dhe njëri prej tyre ka goditur tjetrin me veturë dhe është larguar. Nuk kemi informacione për të vrarë, tash janë njësitet policore atje dhe shohin se çka ka ndodhur, tha ai për Ekspres. Prokuroria themelore në Mitrovic bashkë me policinë e Kosovës ka njoftuar se kanë gjetur një punishte të armëve në Mitrovicën e Veriut. Për këtë një person është arrestuar, siç njoftoi policia në një komunikat. Me urdhër të gjykatës, këto dy institucione thanë se kanë realizuar urdhër kontroll në 3 lokacione dhe se në njërin nga lokacionet në Mitrovicën e Veriut janë gjetur dhe sekuestruar sasi armatimi, pjesë të ndryshme të armëve, makina që janë përdorur në ndërhyrje në armë. Është arrestuar dhe dërguar në mbajtje një person i dyshuar për kryerjen e veprave penale, importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja pa autorizuar e armëve apo materieve plasëse dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posjedim i pa autorizuar të armëve, thuhet në njoftim. Për këto dhe shumë informacionet të tjera, vazhdoni të informoni në gazetaexpress.com. Unë falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.